Live from Tirana në Top Albania Radio. Është në transmetim të drejt për drejt, si të duash ti, po e thoja të ftuarit, sepse sot kemi një të ftuar shumë interesant në Live from Tirana në këtë pjesë të dytë të programit. Ju ripërshëndes edhe një herë, 11:10 është ora eksakte në këtë moment, dhe kur po njoftoja çuna atu tek regjia se kë kam të ftuar në program dhe thash emrin e tij, ishin wow, vërtet Ermal Hadribeaj, për të gjithë të apasionuarit pas sportit, veçanërisht boksit, një trend ndërkombëtar i vjetër, por në rritje shumë vite të fundit, ku ka shqiptar që na bëjnë krenar. Një ndër ta është Ermali, që unë kam sot në program, dhe Albania Sniper të kanë etiketuar me ndërkombëtare. Mirë se vjen në program Ermal, je ende i fashuar apo jo? Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jem këtu. Shumë mirë. Thjesht në moment recovery, sa them. Duke rimarr veten, duke u rikuperuar. Edhe çfarë të them? Tani tek se unë do mundohem sot, po dhe për vete, por dhe për publikun, të njohim pak më gjerë titujve, pak më për te ndeshjeve të boksit, po le do t'i marrim gjërat me radhë. Tani tek syri jot i djathtë, ke vetëm këtë pjesën e fash ose ke të qepur? Ma shpjego pak për të kuptuar pak vuajtjen që kanë boksierët. Është e qepur sepse u ça në raundin e 3-4 me sa majmën. Edhe po u ça shumë. Okej. Edhe kjo vazhdoi deri për 12 raunde, domethënë 9 raunde me syrin e çar. Normal bën efekt të bezdis shumë, por nuk e llogarisja fare, domethënë. Tani ti marrim pak gjërat me radhë. Ti je shqiptar, ka 11 qepme. 11 qepme. Po. Nga cili vend i Shqipërisë je, Ermal? Më tregon pak ku je rritur, jeta jote përpara se të nisë karrierën në boksin. Unë jam në Tiranë, gjithashtu baba im, por më origjinë gjyshi ka ardhur nga Përmeti, është përmetar, ka ardhur që i vogël. Më thënë, si thush, se kam qef ti përmend gjithë krajinat, se mund të jem, mamin e kam nga Tirana, nga Ndroqi, jam nip Ndroqi, nip Mallakastre, nip Përmeti, çun Tirana. Një miks i lezetshëm. Se kam qef ti përmend edhe të gjitha krajinat që un kam të bëj pak a shumë. Patjetër, se të thash, ne ndonjëherë merrem me titujt që njerëzit fitojnë, por nuk i njohim ato në brendësi. Edhe ti je 32 vjeç apo? 32 vjeç. Sa vite u bën që merresh me sport? Me sport nuk kam gjithë jetën, e kam filluar që në moshën 7 vjeçare, po kam praktikuar. Boksi nuk është sporti i parë për mua. Boksi është sporti 4, le të themi, se kam filluar me futboll, kam bërë karate, kam bërë gjimnastik, parkour, që nuk e di, ai i njohur me fjalën parkour. Hera parë që dëgjoj, unë të sporti jemi dy vjet ekstrem që kërcejnë nëpër pallate, domethënë që nga pallati në pallat, domethënë kam qenë më shumë te sportet ekstreme. E të rrezikshme. MMA, mixed martial arts, arte marciale, gjithashtu ku pata sukses shumë të madh. Tani kur ishe i vogël, çfarë të frymëzonte ty asë kohe për të ndjekur këto lloj rrymë, këto lloj sporti? Kisha shpirt kompeticioni. Po nga të vjen te ky frymëzimi, a shije filma kështu action apo ta dion? Filma action, kam pas dhe babain që gjithmonë na bënte gjithmonë ushtrime fiskulture. Kam pas vllain që filloi së më i mason, ai filloi pari, edhe duke parë këto, duke qenë shpirt kompetitivi, edhe isha e pasinuar për çdo sport. Unë ja adhuroj gjithë sportet, jo vetëm boksin që jam, tani kam ndryshuar katër. Domethënë kur bëja unë futboll, se kisha iden fare se do bëja nesër pas nesër mixed martial arts ose boks ose po thoya çdo sporti tjetër unë të dali pari. E kishe gjithmonë këtë shpirtin e garës. Gjithmonë. E se ka vjuar jeta jote më pas për të kuptuar pak si u futet ti në këtë ujvar, në këtë sport të bukur që sot u njohin dhe mediat ndërkombëtare, dhe kjo realisht është gjë shumë e bukur, të njihen shqiptar për këtë lloj sporti e për këtë lloj titujsh. Domethënë jam shumë kurioz të di pak gjithë procesin tënd të rrugtimit përpara se të kalojmë tek aktualiteti. Si ta them unë. Unë vi nga është çike ndërlikume kjo pjesa ime. Ne kemi kohë të dëgjojmë, se jemi shumë kurioz për historitë njerëzore. Unë fillova këtu me artet marciale, ku pata sukses, dola kampion Ballkanit 2 herë, nën kampion, dola i treti në botë, dhe me dorë të thyer kam fituar 3-4 ndeshje, domethënë në kampionat botror. Kam pas arritje goxhat në nivelit botror, edhe duke pasur vllai në Amerikë, gjithmonë isha dëshira të shkoja për vllajt. Ai jetonte në Michigan, mora vizën,
shkëputa, vizitova. U ktheva prap, kur ktheva përsëri në Amerikë vendosa që të jetoj atje. Edhe domethënë aty për mua filloi çdo gjë nga fillimi. Domethënë edhe si ta them, ndeta 3-4 muaj të vllai, po jo mërzita, po depresion doja thoja pak a shumë. Jo se kisha, sepse vi nga, domethënë, në moshën 24 vjeçare, të emigrosh nuk është doja që thjesht. Edhe thjesht nuk pëlqeu vendi, nuk përshtatja, domethënë kam qenë një sportist shumë i mirë dhe nëpër palestra nuk po gjeja dikë që shikonte vizionin tim ose talentin tim. Edhe nuk më vite mirë për këtë. Pastaj mora një rrugtim, një udhtim për në Miami, thash po shkoj një javë, qetësohem, relaksohem. Momentin që më ka zbrit nga taksia, kur pash gjitha bukuri, thash wow, nuk ikim, mos nuk kthehem. Aty vendosa të jetoj, domethënë. Ishte klik i parë, domethënë, energjia direkt. Domethënë ka qenë një aventurë gjatë, por që me qëllime dhe me vizion shumë të lartë. Thjesht nga ai moment që vendosa aty fillon gjithë karriera ime e boksit. Për të cilën ne do të... Se nuk du të zgjate më shumë se fillon pastaj ajo, po ku gjitha trajneri, jo si gjitha me punën, jo si fillo procesi letrave, të gjithë janë shumë gjëra ndërlikuara që i kam vujt vet, nuk diskutohet. Ka një lum peripecish. Domethënë, e shikon veten shumë down, po ta them, por po ta marrim kështu shpejt e shpejt. Gjithë ndërlikime, por që kisha vizionin e qartë, ndeta i fortë, dhe ku jam sot. Domethënë diçka që unë nuk e shikoja, po besoja. Kishte bindje brenda vetes që nuk ka bindje, ishte kështu plot, nuk ma ndate njëri me kushdo, vetëm. Është sport që ta stërvit fort vetbesimin, kam përshtypjen. Po, gjendje mentale do të thoja shumë. Po, do të shkëputemi vetëm për pak marketing dhe rikthehemi pastaj më pas, sepse kemi shumë pyetje për t'i bërë Ermalit, edhe besoj për cilat ju jeni shumë kurioz. Ka pasi është vendosur në qendër të mediave ndërkombëtare, por jo vetëm, edhe në Shqipëri, ka pasur një hyping vjet të fundit për shkak të çmimeve që ka fituar. Në studio sot ka sjell këto janë çmimet tuaja, pra ju nuk keni kupa që ngrini, po keni këto që vendosën që vendosën në mes të barkut, janë krenaria, çmimet që bokserët fitojnë në skena të ndryshme. Unë nuk e njoh shumë mirë këtë sport, edhe dua ndihmën tënde të më shpjegosh pak domethënë sa e rëndësishme është ajo që ti ke fituar. Domethënë çfarë lloj krenarie ka për ty dhe domethënë sa të është dashur për të fituar atë lloj çmimi. Kjo është një titull, domethënë WBC. Okej. World Boxing Council, domethënë ka këtë shpjegimin, ku është themeluar në Meksik, po është bëhet fjalë me dekada kur këtë titull janë titull që janë fituar nga boksierë shumë të hershëm. Ta filloj me boksierin më njohur më të famshëm të asaj kohe që ty të shkon mendja, kush është? Duhet ta njohësh. Ja. Mos më fund në siklet në këtë orë, do ta thash nuk është fusha ime. Jo, Muhammed Ali. Muhammed Ali këtë ka. Këtë e njohem se e përdor edhe nëpër këngë. Është një ndër ato që ka fituar. Mike? Nuk e njoh, nuk e di. Tyson, edhe këtë e kam dëgjuar. Okej. Pra, këto dy emra që ti përmendë kanë fituar këtë çmim dikur, po thua. Mayweather. Besoj të kesh dëgjuar edhe këtë. Po, edhe këtë e kam dëgjuar. Domethënë ti e njeh boksin, po jo, e njoh emra se janë nuk njeh pyetjen. Janë të njohur ndërkombëtarisht, por nuk njoh sportin. Domethënë duke parë domethënë ikonat e boksit, duke pasur, duke zotruar këtë lloj titujsh, normal ëndra jonë është që të arrim fitojmë këtë lloj titull, se nuk është e thjeshtë, është shumë punë, është shumë investim, është gjithçka. Kështu që arrita ky ka qenë kur fitova këtë, bëhet fjalë para 3 vjetësh, edhe kam mbrojtur 9 herë. 9 herë me different me që thotë ke luftuar 9 herë për të mbajtur të njëjtin titull, ndeshur për ta mbajtur titullin disa herë. Po, disa herë. Ermal, unë të thash nuk është fusha ime, zona ime komfortit boksi, besoj për shumë se jo të gjithë e njohin dhe është sport i vështirë, por kam shumë kuriozitete si gazetar, por dhe si njeri. Ku qëndron kënaqësia juaj, ju që bëni boks, të goditesh kaq shumë herë, të çahet balli, të çahet nofulla, të çahet syri, të qepet syri, pra një sport ku ti grushtohesh.
Dhe kur të kushtohesh fuqishëm. Domethënë ju nuk keni ndonjëherë mendime të tipit që mund të thyet në ofulla, mund të kesh pasoja më të rënda se është një sport me rrezikshmëri. Ku është kënaqësia juaj? Kjo është kënaqësia jon. Aha. E gjithë kjo që sa po the. Kur ha grushta, kur dëmtosh, domethënë kjo bëhet pjesë e këtij rrugtimit, kur ti e di e merr dhe përsipër, kur besoj, jo vetëm unë, por shumë luftëtarë që besoj japin jetën për këtë sport. Edhe e them me shumë, domethënë, keqardhje që ka shumë boksier kanë dhënë jetën për këtë sport, domethënë kanë ndruar jetë, duke bërë boks. Kanë ndruar jetë, domethënë në ring, gjatë përfundimit të ndeshjes, gjatë momentin të ring, domethënë, sepse ka përveç këtyre çarjeve që unë nuk i llogaris. Okej, pra janë si përfaqësore për ju këto. Okej. Por boksi është një ndër bokset më të rrezikshme në sport. Domethënë me vdekshmëri më të madhe, sepse merr goditje direkt në tru. Edhe kjo është gjithë problemi i boksit, domethënë ti shef një boksier që ka bërë 12 raunde, ndoshta ai nuk është çar, nuk është bër, po brenda ka fillojnë gjakderdhjet. 12 raunde brenda një nate? Po, unë ashtu kisha ndeshjen time. Wow. Bëra një ndeshje. Me 12 bokserë të ndryshëm? Jo. E pra. Po 12 raunde. Okej, ju përsërisni raundet. Një raund është 3 minutë. Okej. Edhe mbas një raundi ke 1 minutë pushim. Çfarë mendon kur je aty në skenë, Ermal? Çfarë mendimesh ke në kokë që mund të kushtohesh, të çat fytyra, mund të rrezikosh të jetën? Jam gjithmonë atë fokusin tim me strategjinë. Shikoj kundërshtari momentin që sulmon, si ti shmangen, momentin që i kundërpërgjigjem, domethënë janë shumë aksione në një sekondë. Në të njëjtën kohë, shumë veprime në të njëjtën kohë. Teknika që ju i përfitoni besoj. Po kjo rritet gjatë eksperiencës. Për vitesh. Domethënë edhe ndërkohë që kam këto aksione, domethënë shisat e vesit dëgjojnë trajnerin që është te corneri, te cepi, domethënë. Një tjetër dëgjoj fancat që përtasin, një përmal gjuj, domethënë, gjithë to në një sekond, na kupton? Aha, në fraksion sekundi, truri punon në shumë drejtime. Kjo është interesante, se këtë kam parë, është interesante ta them se kjo ka ardhur gjatë eksperiencës, më parë nuk e shikoja dot. Kurse tani janë bosi Matrix, si themi. Shumë interesante. Janë informacione që ti, domethënë në vesë që ti përvetson pastaj me kalimin e kohës, si bën të tuat. Lutesh përpara se dalësh në skenë? Gjithmonë lutem, besoj në Zot, gjithmonë them inshallah Zot, faleminderit. Cilit besimi përket? Unë nuk jam rrit praktikoj një fetë të caktuar. Domethënë familja ime, domethënë në tërësi familja janë musliman, janë krishterë, kurse unë kam shkuar në kishë, në xhami dhe praktikoj, e gjithmonë kam ndjesi shumë të mirë, e gjithmonë lutem, se sa që futem ose në kishë në xhami, unë qedhet mishi, edhe them diçka ndjej, a kupton? E besoj këtë, e gjithmonë lutem Zotit, them gjithmonë që jemi mirë dhe kam arrit deri këtu. E ndjen ndonjëherë prezencën e Zotit kur je në skenë, domethënë në momente të vështira. Ndjej, sepse thashë është ndjesia që i thret dhe vetes dhe Zoti e merr një fuqi, domethënë që të mban gjallë. Edhe ajo të bën dhe fitimtar, Se ta them sinqerisht, kisha 2 raunde që ishte moment kulminant, a kupton? Që ti o do dorëzoje komplet ose e rimer veten. Momentin që rimer ti bëhesh më i fortë në momentin se çfarë rimer veten. Atë ta them me fakte se përjetova vetë. Me kë flet përpara se të futesh në skenë. Me kë komunikon për herë të fundit? Cili është personi që ke kështu pikë të dobët që merr trajneri, sepse momenti jo kështu në virtualisht, jo ato që ke aty. Ku diu një mesazh, një shkëmbim. Kë ke më me shumë merak përpara se të futesh në skenë? Nuk është, domethënë, nuk e para ndeshjes je fokus, domethënë, i ke marrë. Nuk merresh me celularin. Të kamerat mami kur të sheh aty? Kamerat, e di që kamera që kamerat, po kamera është shkëta se ato po çau, vrau, çakatur. Është meraku i nënave, apo jo, nuk intereson fitoj, sfitoj gjë tjetër. Po meraku dëmtimit është gjithmonë aty, se piko shpirtin, por që është mësu ti besimi po në boks, siç thash asnjëherë nuk e dihet. Ti je dashuruar?
I lidhur, I fejuar, I martuar. I martuar. Ke fëmijë? Akoma dhe do doja shumë. Ta uroj me do doja shumë, po. Ta uroj me shpirt dashuria. Jeta ta vonohet çik, sakrificat e jetës, jo sporti. Gjërat vinë në momentin kur duhet. Besoj do vinë dhe besoj që do vi. Dashuria në rrugtimin e boksit të bën më të fortë aty apo? Se dashuria në këtë gjë që ti bën të bën më të fortë, fjala bie nëse dikur njerëzit luftonin, merrnin shpatën dhe nuk I lejoi disave të dashuroheshin se I shpërqendronte nga lufta, ty dashuria, historia e dashurisë ka bën më të fortë. Të bën më të fortë, po gjërat do t'i ndash në jetë. Dhe kjo është e gjithë. E keni këtë lloj disipline, domethënë. Do ta ndash sepse këto janë dhe gabimet që njerëzit bëjnë zakonisht. Domethënë I ngatrojnë gjërat. Nuk vjen ti vendosin aty ku duhet. Kështu që unë besoj do t'i ndash aty ku duhet, mash fokusin për çdo dashuri. Je martuar me shqiptare apo vajzë të huaj me shqiptare? Okej. Mirë, përveç adrenalinës, kënaqësisë, titujve, krenarisë që ne sigurisht I suportojmë vetëm kur shkojnë në maj zakonisht, fatkeqësisht, po ç'të bëjmë, kjo është natyra njerëzore. Është realiteti dhe unë e pranoj. Nuk ka po s'kemi ç'a bëjmë, e kupton? Njeriu duhet të pranojë të gjitha. A fitohet mjaftueshëm në fushën e të qenurit boksier dhe a ja vlen për të diskutuar pak se dëgjoj edhe shumë të rinj që janë të vegjël që duan të lënë gjëra të tjera dhe të nisin boksin. Shkojmë në hapësirë marketingu dhe rikthehemi shumë në program. Live from Tirana, jemi në studio me Ermal Hadribea, një boksier shqiptar që kjo shpreha në fakt duket pak klishe, por ai fillimisht bën krenar veten, familjen e tij dhe sigurisht na bën edhe ne të tjerëve pas. Dëgjoj, Ermal, pse të quajnë ty the Albanian Sniper? Domethënë ke goditje kështu të përqendruar. Bravo, precize. Precize, nuk gabon. Edhe pse kundërshtarët lëvizin, domethënë është aq precize kudo që shkon. Okej. Kudo që shkon. E mora fillim e ka marrë pseudonimin Sniper. Pastaj The Sniper, po që bëhem recognized all over the world, gjithë botën ta them, thash The Albanian Sniper, që kushdo ta shikojmë botë, The Albanian Sniper. Të di që je një sniperist në boks, shqiptar edhe ti e mban me krenari këtë titull. Pasioni një moment duhet monetizuar edhe si është boksi në raport me monetizimin, pra me të ardhurat që sjell, si funksionon, pra nëse të tjerët kanë një rrogë, një kontratë, domethënë si funksionon pjesa e të ardhurave, e kupton, në bazë të performancës, në bazë të ndeshjeve, në bazë të çmimeve që merrni. Është çik e ndërlikuar dhe e vonuar, dua të them se nuk paguhesh shpejt, domethënë boks, domethënë kur vjen në nivele të larta, aty fillojnë çmimet të mëdha. Ose them edhe marramëndse. Për shembull, deri ku mund shkoj? Po të marrësh këto boksierët me më emër, shkojnë kanë fituar deri në $100 million. $100 million për një çmim? Ndeshje, po. Aty harron grushat, besoj. Edhe janë çmime marramëndse, pranaj kur marrim parasysh emrat e tyre Mike Tyson to, pranaj kanë marrë dhe një famë shumë, kanë fituar shumash të mëdha parash. Por që të jemi me këmbë tok, i shikojmë këto, ajo është një të mban gjallë, vetëm të shkosh të arrish ato çmime. Po besoj edhe për gjithë të rinj që fillojnë në erën kohën sepse s'kam, po është shumë vështirë ti marrësh, domethënë kam me vite vonë kam që fillu që paguam, domethënë. Po nuk ka tërheq ai legu se doja të vija në këtë moment. Okej. Që gjithë ato vitet paguhen. Po nuk është e lehtë. Shumë veta e lejnë për gjysmë sepse fillon hallet e shtëpisë. Demotivimi, po demotivohes. I duhet të punoj, të bëj punë edhe stërvitin një kohë nuk e përballojnë dot, stresohen. Unë i kam kaluar të gjitha këto. Edhe kam vazhduar të qëndroj. Edhe i them të gjithëve që sado duroni se të mira do keni gjithmonë nga sporti. Pavarësisht durimit, në herë thonë ika se nuk pres dot ai shumë. Por është çështje durimi, ja. Të ndryshe të gjithë do kishin shkruar historinë e shkruajnë ato që nuk përzohen. Çmimi që ti ke sjell sot në studio, çfarë benefitesh sjell përveç titullit dhe krenarisë që ty të bën të ndihesh? Nga ana monetare. Në sjell 200. Euro? 200.000 euro. Wow.
Po ti qenë ke me lek. Shumë Po, siç të thash, kjo vjen mbrapa. Po besoj që ke edhe shumë kosto për të shkuar deri aty. Atë besohet sa kosto, domethënë kam ke shpenzuar. 200-qa nuk si është plan, si them. Nuk mbulon as çerekun e shpenzimeve. Është shpenzim që janë pasur deri sot. Bëhet fjalë që kanë shpenzuar $1 milion. Vërtet? Po. Po mirë, $1 milion gjatë gjithë rrugtimit. Gjatë gjithë rrugtimit, 6 vjeçar. Po mirë, se tani fillojnë shpërblimet, se. Tash pra. Është shumë abstrakte, por tash me qëllim e vizion, ku ti do të jesh, këto shifra mund t'i kthesh marrëmendse. Sa vetëm qëndron në këtë as nuk i mendoj fare, se them du atë. On top. Dgjoj, vetëm qëndro pas mikrofonit që të vi zëri mirë. Po. Sa ndeshje mund të bësh ti në vit? Sa të lejohet në bazë të fuqisë, në bazë të rregullores? Po besoj 2 është patjetër që do t'i bësh. Se minimalja. Unë bëj një fitova titullin fillim viti. Kam 6 muaj, domethënë në fund vitit ta mbroj titullin, kështu që detyrimisht, është 2 ndeshje në vit. Mund t'i bësh 2 ndeshje në vit. Ermal, çfarë synon ti? Pavarësisht ndaj dëmtimi që mund të jetë në shkas për në vonesë tjetër. Do duhet të marrësh rikuperim pastaj. Çfarë është next level për ty? Do të cili është hapi radhës, stadi radhës që ti do të arrish, domethënë në niveli tjetër i këtij sporti, ku do të arrish? Është shumë e thjeshtë për ta thënë, sepse unë jam shumë afër, jam një ndeshje larg për të fituar titullin e botrorit, domethënë sepse ndeshja me radhës është me kampionin e botës. Nëse fitoj, unë bëhem detyrimisht kampion bote. Kur e ke këtë ndeshje? Besoj fund vitit. Në fund të vitit. Në fund të vitit. Duke shumë sikur bëjmë shaka, sikur s'është asgjë, po vjen shpejt po edhe si kur vjen koha aty kuptohet çdo gjë, domethënë. Sa kohë do pushosh tani ti edhe për të filluar më pas sërish stërvitjen? S'kam 2 javë që mbarova ndeshjen. Dije mirë, jam pothuajse domethënë për ta kuptuar, pak botën tuaj ti ke mbaruar ndeshjen dhe tani duhet të flesh mirë, duhet të ushqesh mirë. Të mos lodhe shumë prapë për të bërë një rikuperim vetes dhe energjisë tënde. Nëse ndeshja është në fund të vitit, ti kur e fillon stërvitjen pastaj për të bërë gati për atë ndeshje? Domethënë gjithmonë mbas 1 muaji ndeshje, filloj stërvitjen gradualisht me vrap, me ca ushtrime të vogla. Jo, domethënë një stërvitje që çdo person e bën, domethënë si ti 1-2 orë, domethënë, po kur vjen stërvitja para ndeshjes që quhet camp 2 muaj, 3 muaj para, aty është shumë egzageruar që bëhet shumë e bezdishme, domethënë nuk është për njerëzit normal, se është shumë egzageruar. Por tani është e menaxhueshme, bëj stërvitje siç bëjnë të gjithë, fillon me vrap, me ushtrime, me thes, me klasa, thjesht për të mbajtur atë ritmin dhe me teknika mëson gjatë gjithë kohës, provon gjëra të reja. Paka shumë kështu. Kur je afër një ndeshje të rëndësishme, si është dita jote? Sa full sa të zënë ke me stërvitje, sa orë të merr? Merr gjithë ditën. Gjithë ditën, pse? Sepse trupi zgjohet shumë i lodh, siç e thash më para, dhe do hash mëngjesin. Që do të jetë pak në 2 orë para, 3 orë para. Okej, po dal, po pi një kafe për relaks, përgatitem mendërisht, fizikisht. Edhe momentin që shkoj në palestër, unë shpenzoj të paktën 5-6 orë në ditë. Edhe me ushtrime ndryshme, duke filluar me teknika, me goditet e thesit, me ushtrime fizike, eksplozive, force, më dhe kombinoj të gjitha. Edhe momentin që mbaroj, momentin që do shkoj në shtëpi, momentin që do hash darkën, bësh gati për një gjumë të mirë. Për gjumë të mirë. Se dhe ai është pjesë e edhe kjo është rutina ime pak a shumë. Mund të jetë e mërzitshme, por dgjoj, a është e vërtetë që juve bokserëve nuk ju lejohet ta ushtroni këtë profesion kështu në përditshmëri për hallet tuaja personale? Normal që ose një grusht mund të kushtoj edhe jetën. Domethënë ti mua tash për shembull me sa grushta mund të më rrëzosh tok apo çfarë grushti? Nëse një grusht ta them në mënyrë popullore të kap sa klom. Okej, të kap tamam, domethënë i marrë kështu knockout për spital. Për knockout. Seriozisht? Spital, po. Jo, mos e bëj me mua.
Nuk do të prek pa më. Ermal, jam shumë i lumtur që ky vend ka çuna si ti, që nuk dalin vetëm në Daily Mail për shtëpia bari, për kështu gjërash, por pushtojnë media ndërkombëtare për një sport që disiplinën e ka 10-10, pra 10-10 edhe do të jetë fix edhe do të jetë e vështirë, por kur e dojnë që arrihet edhe është shumë e bukur. Arrihet. Mirë për çfarë ka arritur edhe që ka djem si ti Shqipëria dhe uroj që intervistën tjetër na vish në studio me titullin Kampion bote. Do na vish, po e morë ato, nuk besoj që do bëhet shumë mendje madh. Jo, shkon ka marr deri këtu. Sa kohë që më jep? Shumë vite. Isoj. Domethënë nuk besoj se do bëjnë efekt sepse jam rrit edhe kam mësuar shumë. Nuk besoj se ndikojnë këto gjërat e unë, domethënë. Kam marrë familjen, kam qenë 15 vjeç. Kështu që nuk më sy këto gjërat e tjera. Se marrin parasysh po dalin pra këtë Mike Tyson, kanë qenë të rinj, janë bën kampion shumë herët, moshë 20 vjeçare me miliona. Çfarë bënin, shpenzonin nëpër femra, klabe. Edhe veri moment që shkuan shumë poshtë, u desh ngreshin prapa, apo ta. Por që të flasësh Mike Tyson sot është si një pastor, le të themi, e kupton, është të jep këshilla shumë të vlefshme, domethënë për një jetë, për motivim, është komplet tjetër njëri. Sepse ka pa të gjitha. Por unë këtë shëqyr zotit e kisha që në moshtë vogël, domethënë me vështirësitë që ne jemi rrit, jam krenar që domethënë kam kalu këtë periudhë. Nuk do doja të isha as mirë as keq. Dëgjoj, edhe shkenca, jo vetëm filozofia thotë që fëmijëria vështirë përgjithsisht prodhon njerëz të suksesshëm. Domethënë njeriu në presion formohet edhe aty lindin gjëra të bukura. Shumë vërtet, e kam përjetuar këtë gjë. Edhe me studime, fëmijët e pastrëve zakonisht shkojnë grop se i kanë pasur të gjitha gjërat gati dhe nuk është dashur të mundohen. Jo se nuk të donin të kishim gjërat gati, mos keq kuptohemi, ta kisha provuar domun atë ndjesi, po kjo është jeta. Faleminderit shumë që ishe në program edhe me shpirt uroj shumë suksese në ndeshjet e radhës. Faleminderit, është kënaqësi. Ermal Hadribe, zonja dhe zotërinj, çuni jon shqiptar që na bën krenar në mbar botën, ne kemi mbërritur në fund të Live from Tirana për ditën e sotme. Ritakimi jon i radhës do të jetë sërish nesër për ta mbyllur fundjavën bukur.